Gati 25 pasuri të luajtshme të paluajtshme të Argita e Jamarbër Maltezit, vajzës dhe dhëndrit të ish-kryeministrit Sali Berisha, të sekuestruara nga SPAK për llogari të dosjes Partizani, do të vijojnë të qëndrojnë të ngrira. Gjykata e posaçme vendosi të hënën të mos çononte vendimin e marrë më herët prej saj për sekuestrimin e pasurive, si vlerë barazvlefshme e produktit të veprës penale për të cilat akuzohet Jamarbër Maltezi, korrupsionit dhe pastrimit të parave. Vendimi u dha nga treshja gjykuese që shqyrton dosjen Partizani në gjykatën e posaçme, pasi dëgjoi pretendimet e përfaqësuesve ligjor të bashkëshortëve maltezi, gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës si të pambështetur në ligj e në prova. Në këtë proces, kërkuesit maltezi pretenduan kthim të sendit të sekuestruar me arsyetimin se vlera e pasurive të bllokuara nuk ishte ekuivalente me dyshimet e SPAK dhe se disa prej pronave janë bashkëpronësi e Argita Maltezit, e cila nuk ka asnjë barë penale në këtë çështje. Pasuritë e familjarëve të ish-kryeministrit Berisha u bllokuan me vendim gjyqësor në tetor 2023, në të njëjtën kohë kur ndaj Jamarbër Maltezit u caktua një mas siguria arrest në burg, mas që e vuajti për një muaj, derisa ndryshoi në një mas më të butë. Mes pasurive që nuk mund të tjetërsohen janë 16 apartamente, disa llogari bankare dhe kuotat e tij në disa shoqëri tregtare. Gati një orë pas rrëzimit të kërkesës së bashkëshortëve maltezi, e njëjta trup gjykuese shtyu për më 10 nëntor seancën e radhës të shqyrtimit paraprak të dosjes Partizani për shkak të mungesës së një prej avokatëve në proces.